Faleminderit. Është, mendoj edhe për mua, shumë normale që kam emocione dhe kam trem të momente për shkak se shpesh herë e thras ndërgjegjen time dhe pyes, a meritoj një përkrahje të këtillë. Shpesh herë frigohem që mos turpnohem para jush, megjithatë 20 vjet bashkërisht kemi bërë rezistencë, 20 vjet jemi faqebardh, inshallah bashkërisht këtë herë do t'ja dalim të realizojmë këtë. Urime për kandidaturat, urime Bekimit Muhametit dhe gjithë të tjerëve. Nuk bëj pjesë në grupin e njerëzve që dëshpërohen lehtë dhe dorëzohen. Nuk e kam ndërmend dorëzohen, ishte një bashkëpunëtori im para disa ditëve që ishte pranë dorëzimit, më thani fjali shumë të keqe dhe unë normalisht ju përgjigja. Ai tha se shqiptarët Maqedoni, sidomos në Shkup, unë gjan ajo poema një shkrimtarit hershëm shqiptar që thotë se shqiptar mos ka shqiptar, turku, greku i ka shpërndar, hoxha prifti kisha dhe xhamia në gënjen është prish Shqipnia. I thash unë, ka Shkup shqiptar, ka. Nuk i ka as turku, as greku, as qeveria nuk i ka shpërnda, tashe të tje edhe prifti, edhe hoxha, edhe kisha, edhe xhamia do të punojnë që të lullëzoj shqiptaria. Është një vetej e vështirë dhe e rëndë dhe e mundimshme. Megjithatë ja vlen se vetëm nëpërmjet kësaj rruge, vetëm nëpërmjet kësaj rezistence dalim faqebardh si doli edhe Ramush Haradinaj. Për gjithë shqiptarët që tregon se ja vlen që të rezistojnë. Megjithatë, më lejoni të jap disa sqarime për njerëzit që nuk mendojnë për afërsisht si ne, jo vetëm sqarime të jap për ju. Partia Demokratike Shqiptare është lëvizja shqiptarëve të Maqedonisë. 20 vjet e rezistencë, 20 vjet qëndresë, kjo është bë për arsye se ne kemi pas politikë shumë të drejtë kombëtare. Sulme që janë bërë kësaj partie, janë sulme që i bënë çështjes shqiptare. Ne jemi me një moment shumë të rëndë dhe të vështirë. Shqiptarët e Maqedonisë fatkeqësisht nuk kanë mirëkuptim edhe jashtë për këtë gjendje. Po kush kontribon që mos ketë mirëkuptim për gjendjen e rëndë të shqiptarëve? Ata të cirkuzantë që bëjnë cirkuze, me curve dhe me lodra, lëvdojnë dhe bëjnë elozhe njëri tjetrit, a kombi është në gjendje shumë të rëndë. Ata që përgjigjen për pyetje që s'ua bën askush, nuk i pyet ata kush e solli Hasan Prishtinën, kush e solli Bajram Curin, kush ku e përdori Koburën e kështu me radhë. Pyetjet në të cilat ata duhet të përgjigjen janë këto. Pse 10 vjet nuk e bën gjuhën shqipe gjuhën zyrtare? Pse 10 vjet flamurin shqiptar nuk e bën zyrtar në përdorim dhe gjithë shqiptarët kanë drejt ta përdorin këtë flamur? Pse 10 vjet nuk e rregullon statusin e pjesëmarrësve të konfliktit 2001-shit? Pse 10 vjet nuk arritën që pi buxhetit shtetit të marrin pak më tepër se 1%, jo më 30% buxhetit shtetit? Pse lejojnë që Akademia Enciklopedi na fynë neve si shqiptar? Pse mundësuan që pamjet e Shkupit të jenë paradoksi vetë? Ku ka Maqedon ka asfalt, ku ka Maqedon ka kanalizim, ku ka Maqedon ka qerdhe, ku ka Maqedon ka parqe, ku ka Maqedon ka institucione shumë të bukura dhe ku ka Maqedon gjithçka funksionon në rregull. Ku ka shqiptar, s'ka asfalt, ka lloçe balt. Ku ka shqiptar, s'ka infrastrukturë, s'ka ujë, s'ka drita, s'ka kanalizim, s'ka investime dhe nuk ka objekte normale ku mund zhvillohet një proces arsimor ashtu si duhet.
Ne do të vazhdojmë në këtë rrugë, unë ju apeloj dhe ju lusë. Bashkë bisedoni natë e ditë me të gjithë vëllezërit dhe motrat tona që me të drejtë janë të dëshpëruar, me të drejtë janë të shgënjur, po mos i lejoni që të dorëzohen. Nuk guxojmë që të dorëzohemi, vetëm duhet të përkujtojmë se a thu vallë prindërit tonë kanë pas ma lehtë se ne. Jo, më rëndë se ne. Si arritën ata neve të na ngritit në binë këtë situatë që sot këtu demonstrojmë se ka shqiptar në Shkup dhe ka çështje shqiptare në Shkup. Të gjithë së bashku duhet fokusohemi drejtit e drejtit kombëtar, për shkak se të gjitha lëvizjet tjera janë qesharake dhe nuk japin efekte. Të gjitha lëvizjet tjera të bëjnë cirkuzant dhe të bëjnë shërbëtor të Gruevskit dhe të Vëmëros, të nënshtruar dhe të dorëzuar plotësisht. Lutni, tentoni t'i bindni njerëzit se nuk ka hajre halal për atyre që dështrohen, për atyre që dorëzohen. Ne nuk jemi për atyre që dorëzohemi. Të gjithë duhet maksimalisht të angazhohemi, të gjithë duhet të punojmë natë e ditë, për shkak se kjo është betejë jonë, këtë betejë padyshim shumë shpejt do ta fitojmë. Shumë shëndet, sukses dhe urime. Faleminderit.